Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po ritakohemi këtë herë me një lajm pak investigativ në fakt, për thashë theme që po fliteshin lart edhe poshtë për aludimet që dolën që Rogertin brenda në shtëpinë e Big Brotherit është duke mbajtur sponsori kryesor i këtij formati. Do me thënë sponsori kryesor, që nuk kupton është sponsor, një ndër sponsora gjeneral të Big Brother VIP Albania 5. Nga kureshtja e madhe për të kuptuar se kush mund të jetë sponsori i cili e mban Rogertin brenda, i cili lufton që Rogerti të merr fitoren e këtij sezoni, unë kam bërë një investigim dhe arrita të kuptoj se kush janë sponsorat kryesor në Big Brother VIP Albania dhe nga kush menaxhohen ato, do me thënë cili nga këto njerëz mund të jetë njeriu që i qëndron mbrapa Rogertit, pasi që u përfol shumë, do me thënë ditë më parë doli një lajm që Rogertin e mban në shtëpi njëri nga sponsorat kryesor, ai i cili edhe ka bërë pjesë të këtij formati. Sponsorët kryesor të Big Brother VIP Albania 5, i cili nisi transmetimin në dhjetor të vitit 2025 dhe pritet të përfundojë, do me thënë më datën 18 prill të vitit 2026, janë disa nga partnerët tradicional të Top Channel që kanë shoqëruar formatin në ndër vite. Megjithatë, mbështetësit më të rëndësishëm apo sponsorët kryesor për këtë edicion janë Digital, platforma zyrtare e transmetimit 24/7, dhe Digitalbi është një ndër sponsorët kryesor, Vodafone Albania, që gjithmonë Ledioni e ka cekur që Vodafone Albania është një ndër sponsorat kryesor të këtij formati, Lori Cafe dhe Coca-Cola, do me thënë këto janë sponsorat kryesor të Big Brother VIP Albania. Përveç këtyre, ka edhe shumë sponsor të tjerë që mundsojnë dhuratat për banorët, arredimin e shtëpisë dhe çmimet e sfidave të ndryshme. Duke qenë se programi është aktualisht në transmetim, logot e sponsorave shfaqen vazhdimisht gjatë prajmit dhe në hapësirat publicitare të dedikuara brenda kësaj shtëpie. Tani, pasi që e kuptuam se kush janë sponsorat, unë doja më së shumti të kuptoj edhe nga kush menaxhohen këto sponsora, do me thënë kush janë menaxhuesit e këtyre, kush janë drejtuesit e këtyre kompanive, që Rogerti mund t'i ketë shok edhe ta mbajnë brenda në shtëpi. Tani, bazuar në të dhënat më të fundit të vitit 2026, drejtuesit dhe figurat kyçe të këtyre kompanive që mbështesin Big Brother VIP Albania 5 janë Digitalbi. Në fillim të vitit 2026 e para, kompania ka kaluar në përndryshime strukturore, do me thënë Digitalbi në janar të vitit 2026 ka bërë ndryshime strukturore. Administratori i ri, i pritshëm, Kushtrim Gojani, i cili përfaqëson interesat e grupit Devolli pas shitjes së aksioneve, do me thënë pas shitjes së aksioneve të cilat janë shitur. Tashi, aksionerët kryesor deri vonë kanë qenë në kontrollin e familjes Hoxha, Vjolca Hoxha, që nuk kupton është vjera e Ledionit, nëna e Sarës, nëna e Lorit. Do me thënë, aksioner kryesor të Digitalbit kanë qenë zonja Vjolc, e cila i ka shitur aksionet drejt dikuj tjetër, ku administrator i këtyre është Kushtrim Gojani, që e përfaqëson. Por raportimet e marsit 2026 tregojnë një kalim të kontrollit drejt grupit Devolli, do me thënë, grupi Devolli është ai që i ka marrë, i përfaqësuar nga Kushtrim Gojani. Do me thënë, këtu mund të dyshojmë që atëherë Rogerti është i futur në shtëpi dhe mbrohet nga Digital. E dyta, Vodafone Albania, që drejtori ekzekutiv është jashtëm, nuk ka të bën fare me Shqipërinë, do me thënë i dyti, sponsori i dytë. Tani, drejtori i Vodafone Albania mban këtë pozicion që në fillim të vitit 2023 dhe vazhdon të jetë në krye të kompanisë dhe në vitin 2026, duke u fokusuar fort në digitalizimin dhe teknologjinë të kësaj kompanie. Do me thënë që nuk ka të bën fare me përzgjedhjen të Rogertit, se nuk ma merr mendja që ai do të mbante Rogertin brenda në shtëpi. Tani, Lori Cafe,
struktura e pronësisë ka ndryshuar ndër vite, duke përfshirë disa emra të njohur, pronarët apo aksionerët. Ndonë se u kryua nga familja Hoxha, do me thënë këto sponsorat kryesor janë zakonisht sponsora që i ka kryuar vetë topi. Një pjesë e konsiderueshme e aksioneve 51% u shitën te kompania Alp Erk, e zotëruar nga Eduard Hoxha dhe Artan Hoxha. Gjithashtu në këtë strukturë kanë qenë të përfshirë edhe emra si Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri, përmes kompanive të tjera. Do me thënë, tani dyshohet, që jo dyshohet, por sipas të gjitha investigatimeve, do me thënë, tek Lori Cafe, këtë kompanie zotron Eduard Hoxha dhe Artan Hoxha, që do me thënë, ai pronari i cili e mban Rogertin në shtëpi mund të jetë njëri nga këto. Dhe Coca-Cola është president Luka Busi, familja Busi përmes kompanisë Sibek ka menaxhuar markën në Shqipëri që prej fillimit të viteve të 90. Drejtor ekzekutiv është Luigi Verardo, i cili ka shërbyer në krye të rolit për një kohë të gjatë. Do me thënë, unë mendoj që Rogertin nuk e mban një sponsor brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Rogerti është i përzgjedhur nga ana e produksionit për të qenë pjesë e këtij kasti. Produksioni dhe psikologët kanë arritur të kuptojnë shkattësinë që ka Rogerti për të tërhequr dhe për të thithur klikime, dhe normalisht duke i gjetur këta banor të tjerë të cilët janë krejtësisht të përgjumur, këtë realitet duhet ta pranojmë, në qoftë se nuk do të ishte Rogerti, nuk do të kishte një lojë të tillë, dhe produksioni e ka me patjetër dhe e kishte me patjetër që të thyen çdo rregull të vetin për ta mbajtur jetë gjatë dhe afat gjatë këtë Big Brother, se në qoftë se nuk do të ishte Rogerti, as Miri nuk do ta kishte bërë lojën, as Selina nuk do ta kishte bërë lojën, as Mateo nuk do ta kishte bërë lojën, askush, sepse janë personazhe, në karakteret e tyre janë më të qetë, më të tërhequr. Unë mendoj që të gjithë këto që i përmenda, asnjëri nuk i qëndron Rogertit nga mbrapa. Mund t'i ofron Nesrit Rogertit një ofertë për të bërë një reklam për të, etj, po për t'i qëndruar nga mbrapa dhe të paguan lek për të, që Rogerti të jetë brenda në shtëpi, do me thënë këto janë 5 sponsorat kryesor, 5 sponsorat më të rëndësishëm, që realisht pa marrë parasysh shitjeve të aksioneve, janë sponsorat të cilët i ka krijuar vetë televizioni Top Channel. Do të thënë janë firmat gjigante të këtij televizioni. Dhe unë mendoj që Rogertin brenda në lojë e ka mbajtur e mira e të keqes. Gjëja që unë e kam thënë që në fillim, po të kishte një kundërshtar të fortë Rogerti, që vërtet do t'i sillte këtij formati klikimet dhe kureshtje që ka sjellur Rogerti, unë jam i bindur që do të kishte ardhur Zarfi Zi dhe Rogerti do të kishte qenë jashtë. Por Rogerti ka hyrë për një show dhe këtë show e ka kërkuar produksioni. Do të thënë sponsorat nuk mund t'i qëndrojnë mbrapa një banorit brenda në shtëpi.